fokusi i qeverisjeve këto vitet e fundit ka qenë, sidomos i këtyre 10-12 viteve të fundit, ka qenë rishpërndarja e pronave. Nuk ka qenë fokusi në pjesën tjetër të sektorëve. E kujt pronave? Pronave. Në gjithë pronave. Pra qeveritë kanë qenë si t'i shpërndajmë ne pronat, t'ja marrim njerëzve ose shtetit ose qytetarëve dhe t'ja çojmë disa grupeve të biznesit. Kjo është bërë këto 20 vjet. Rishpërndarje pronash me ligje të ndryshme. Pra fillimisht ju e dini, fillimisht ishin këto ndërmarrjet shtetërore, u bën në Tiranë për shembull ndërmarrje shtetërore, shumica janë bërë pallate, pastaj kaloi përtej Tiranës, filloi me repartet ushtarake, që disa janë akoma në procese. Pastaj gjithë pjesa tjetër e Bregdetit pastaj. Është gjithë struktura, për mua energjitë kryesore të qeverisës janë te kjo. Pra është gjitha pjesa tjetër është ansor. Pra investimet strategjike, amendimet e ligjit për zbatën mbrojtura, paketa e maleve, të gjitha këto janë në këtë funksion? Rishpërndarje e pronës. Rishpërndarje e pronës me orientim nga qeverisja. Pra unë besoj se duket sikur atje është një hartë e madhe dhe ose marrin helikopterët dhe i shohin, kujt do ja japim të pronë. Megjithatë ka një paradoks, më duket dhe ju e keni cekur diku kohë më parë, që me gjithë të fokus mbi turizmin, me gjithë të propagandë që u rrit numri turistëve nga 1 milion, fokus mbi shpërndarjen e pronës, 12 milion turistë, sepse kjo ka qenë edhe si thua lokomotiva e bashkëndërtimit në ekonomisë shqiptare vitet e fundit. Vëm re disa paradokse, pra më duket ju e keni cekur diku që merrit një krahasim të rivjerës shqiptare me Kretën, dhe aty si shumë dhe tjera ka një hinterland, prodhim, bujqësor, ka natyrisht firma bio, ka artizanal, ndërkohë që në Shqipëri nuk ka, çdo gjë është e importuar. Pra favorizojnë importuesit që ju e thanë, ndërkohë që ndëshkojnë eksportuesit, ndëshkojnë konsumatorët, ndëshkohet një radhë. Unë isha 10 në Kretë, në fakt më kujtove. Pavarësisht se kur nisesh për turizëm, ato plazhet kryesore, plazhi i parë që shkova, Falasarna quhet, unë nuk habita për plazhin, se sa u habita për ullishtat edhe për gjithë hektarët e tërë me sera, pra kishte ullishte ose sera. Do të thënë gjithë ajo zona aty pas plazhit, aty mund të ishin 50 hektarë. Një zonë tjetër, ishte edhe një port ushtarak. Nuk kujtohet tani, ndoshta kishte më shumë sera. Ajo qyteza aty mund të kishte më shumë sera se gjithë zona Lushi. Me gjithë problemin që ka me thatësirën e tij, prapë ata kanë arritur të krijojnë ullishte. Një zonë afër një reparti ushtarak, po them, një afër ndoshta një porti, aeroporti ushtarak në të jugun e Kretës, se nuk kujtohet emri, po them mund të kishte gjithë Lushnjë e Berat aty, nuk arrinte të kishte sera sa ajo zonë aty, ajo qytet e vogël që ishte dhe aeroport ushtarak, dhe turizëm, dhe ullishte në kodra, po gjitha ajo fush aty ishte qindra hektar. Nuk i ka sa Matica, nuk e di janë ca fshatër aty mes Beratit dhe Lushnjës, Kutalli e tjerë që kanë sera. Ajo zonë e Berat dhe Lushnjës nuk i ka.